ka propozu asnjë emër. Edhe në fund dul dhe tha nuk e ka pranu Vjosin, pra qenë ka fjalë që e ka bardh Vjosa nga takimi me zotin Kurti. Kështu pe e kuptoj, jo pse është diskutuar midis zotit Kurti dhe zotit Avdigjiku. Dhe në momentin kur nuk thuhet drejt për drejt diçka dhe të transmeton dikush, ndoshta zoti Avdigjiku duhet të jetë i kujdesshëm. Me ton drejten, aja që unë e kom po, më së tash me s'falt për tjetë, unë e kom po që prej shtatorit vitit kaluam që Vjosa Osmani mandatin e dytë do ta ketë vështirë me përballu me zotin Kurti. Nuk ka qenë diçka që unë e kom po ndodh, por mandej zgjedhjet e jashtëzakonshme me 28 dhjetor mbështetjen që e siguroi vetëvendosja. Kriju një ambient që kjo çështje u kryo për katë, për qeveri, po kryo dhe për president. Sepse ne kena qenë aty dhe ish përballu, më 84 vota, që në një kandidat pranueshëm për shumicën, u konë në mbyllun. Ma në krejt zhvillimet që Vjosa të mos nominohet, ju në lexuar në momentin që është dole për një emër konsensual, u shpo, që nuk është mo, edhe mandej ne kem shpresu një marrëveshje LDK-LVV për president. Kjo i bjen praktik, kur keni marrëveshje për president e ki për president, por natyrshëm bashkëpunimin kuvend për procese të rëndësishme, edhe në qeveri kishë ndodhë LDK-LVV, edhe nëse nuk ishë mi qena fare në qeveri, për shembull, ligjet ndërkombëtare ratifikojmë, na dhe që 5 vjetë ratifikojmë. Vendimet ose ligjet në interes të përbashkët, ke mujtë me bashkëpunu. Edhe pa qenë qeveri fare. Marrëveshjem ja u jap juve presidenti si parti, kështu pe e kuptoj. Me pas qenë kjo. Ne këshmi caktu. A keni kërku se s'mund të ofroj diçka zoti Aziri nëse zoti Avdigjiku se ka kërku. Se kur shkon në takim, ma sa kam përcjellur në deklarata dhe zhvillimet këtyre kohëve, zoti Avdigjiku nuk është që e ka kërku decisivisht. Se tash është edhe pak e padrejtë mi thonë vetëvendosjes kujtohu ti jep ma mu presidentin se ose po ta kërkoj fare. Jo, është ftu për president. Pa ka kërku zoti Avdigjiku që tjetë vetë president, apo ju t'jeni president, apo dikush tjetër. Unë e kom spjegu i pari. Zoti Avdigjiku nuk ka folë për vete, ka shku me folë për LDK-n, edhe me thonë drejten sot, ka qenë për te i ti, për te jam në ti, sepse doli që është ashtu, a përshef që nuk është taj, edhe sot që ka mujtë me qenë. Po si pas regullë të mbranshëm, LDK për president, gjithmonë jo nominu dhe kanë fitu kryetarët e partisë. Ibrahim Rugova, Fatmir Sejdio. A i ka thënë se duhet në atakoj neve si parti, presidenti. Kjo është në rëndësi. I ka thënë. Jo në atakon, apo mirë me vesh, është ftu nga LVV-ja me bisedu për president, LDK, LVV. Jo është tonë që dështum, zote Kurti ka thonë, dështova me ndërtu një konsenzus ma të gjonë, tani po flasmi LDK, LVV, ka folë edhe me PDK, një edini me PDK ka folë për emna konkret. Me neve s'ka folë për emna konkret. Ata ka nominu, zoti Hoti, Andin Hoti, ka qenë kandidat i mundshëm i përbashkët për president. Nuk e kam rri mbështetjen mjaftueshme dhe është tërhiq, s'kam mbledh në shkrime fare, që është rregull, me pas 30 deputet mbështetës. Po vetë Osmani se ka pas. Se ka pas. Me pason LDK-s, duhet me qenë, mundet me qenë Vjosa Osmani, ne këshmi trajtu edhe këshmi gjetë rrugën ma të mirë